Ja kur e kthyen sërish në këtë takim për mbyllës të fushatës son, dhe më lini t'ju them se sonte këtë shesh e keni bërë aq madhështor sa malet e Dibrës. E midis maleve të Dibrës ka ardhur malsori i Tropojës, profesor doktor Sali Berisha. Që të përpishem të gjej fjalët e bukura dhe të shumta për të përshkruar virtytet e Dibranëve, sepse virtytet tuaja ju do t'i tregoni me vepra, ju do t'i tregoni në kutinë e votimit, ju do t'i tregoni më 11 maj. Do t'i tregoni duke votuar numri 1 Partinë Demokratike dhe Aleancën për Shqipërinë Madhështore. Tani zonja dhe zotrinj, kaq madhështor sa dukeni sonte, le të nderojmë himnin kombëtar. Fjalën zonjushës Elona Pana, e cila është një ere që jeton me babain e saj në emigracion. E ndjekim. Përshëndetje të gjithëve, i nderuar doktor Sali Berisha. Mirë se vini në Dibër. Në këtë ditë të veçantë të fushatës përmbyllëse, ju mirëpresim me zemër dhe plot besim. Sot jemi këtu jo vetëm për të mbyllur një fushatë, por për të hapur një rrugë të re shpresë për të gjithë dibranët. Prania juaj na jep forcë, sepse ju jeni zëri i palëkundur i lirisë dhe demokracisë. Unë jam Elona, një vajzë 16 vjeçare nga Dibra, nga një qytet me histori, burrëri dhe krenari. Por sot edhe me shumë dhimbje, baba im është në emigracion, larg meje, larg familjes, qytetit dhe të afërmve. Edhe ai si shumë baballar Dibran që u detyruan të largohen, që kanë pas fëmijët e tyre, jo sepse donin, por sepse s'kishin zgjidhje. Unë kam mall për të, mall për një përqafim që nuk vjen nga larg. Kam një nënë që sakrifikohet, punon pandalim me shumë dëshmëri, por shumë pak vlerësi. Paga që merr me zi mbulon nevojat më bazike. Prandaj i matë emigroj, sepse sot shumë prindër në Dibër nuk jetojnë, ata vetëm mbijetojnë. Kam edhe një vëlla të vogël i cili flet edhe ai për ikjen, ende pa e mbushur moshën e ikjes. Sepse çfarë e pret në këtë qytet, që dita ditës zbraze, që humbi edhe universitet, vetëm dritë shpresë për të rinë, po unë, edhe pse jam vetëm 16 vjeç, ndjej që po më detyrojnë të praktikoj vendin tim. Por sot jam këtu që të them, jo, nuk dua të ik, dua të jetoj, të mësoj e të punoj në qytetin tim. Dua që Dibra të rinjallën, prandaj besoj te Partia Demokratike. Sepse është partia që ka qenë gjithmonë me njerëzit e zakonshëm. Ka ngritur institucione e nuk i ka shuar ato. Duam që Partia Demokratike të rikthehet në qeveri, që të hapë rrugë për të rinj, të kthejë universitetin në Dibër, të rrisë vlerësimi për punën, për nënat, për baballarët.
sjell dinitet në çdo shtëpi që sot jeton me ankth dhe me mall. Unë jam e re, por nuk jam e verbër. Para asaj që sot, nesër nuk do të jetë bo. Prandaj sot flas me emër të gjithë atyre që nuk kanë zë, të rinjve që heshtin, të prindve që durojnë, edhe të çdo zemre që do të qëndroj këtu, por nuk ka fuqi të shpresoj. Na ktheni Dibrën, na ktheni shpresën dhe Partia Demokratike mund ta bëjë këtë. Nisha jemi dhe votoni Nisha. Faleminderit. Tani do të vazhdoj me fjalën e rinis, pasi dua t'ja jap fjalën maturantes Ikeda Mazari. Përshëndetje gjithëve. Unë jam Ikeda, jam 18 vjeç dhe jam votuese për herë të parë. Është bërë klishe tek votuesit për herë të parë fjalia. Ç'kuptim ka të votosh se prapë njëjta gjë do jetë. Unë ju bëj thirrje gjithë bashkëmoshatarëve të mi. Vota jonë vlen. Vlen për t'i dhënë shansin vetes për të dëgjuar. Vlen për të patur më shumë bursa studimi. Vlen për patur mundësi për të arsimuar. Vlen për të punësuar në bazë të meritokracisë. Vlen që ne të rinjt të mos përdorim thjesht si një dekor nëpër mitingje, por që të angazhohemi seriozisht në kontributet tona. Energjia jonë dhe eksperiencia juaj na bën vërtet Nisha. Votoni Nishin, votoni ndryshimin dhe votoni për të ardhmen që të rinjt jetojnë shpejt. Sot nuk kemi këtu vetëm fjalën e rinis, por kemi edhe fjalën e emigrantëve. Tani dua të ftoj emigrantin zotin Admir Kaloshi për fjalën e tij. Mirëpresim. Mirëmbrëma Dibra. Mirëmbrëma doktor. Kom gjuhë se një Qiri Rama propozon këtë pasaportën e propozon këmbim të votës. Desha t'ju them që Europa nuk është zyra Partisë Socialiste dhe kjo nuk është tesera Partisë Socialiste që ti mund shkëmbesh votën me ta. Dibranët janë bujq e snaf, një farë nuk e mbjellin 4 vjetë rjesht. Desha të citoj pak Tahir Berishën kur e provokon një ushtarak serbi, Tahir thot, mirë Kosova nan ka Shqipnin, po babën ku e ka. Ai ishte lartë pamës i thot, Kosova babën e ka në kurbet. E kur i kthehet baba? Kur të kthehet baba, në është të nesh do jemi gjallë, po do të ndjesh në vorë. Sot do kthehet djemt prej kurbeti për të shmangur një katastrofë, se nëse me 11 maj nuk e rëzojmë dot me vot, duhet revolucion. 11 maj nuk është thjesht një ndryshim rotacion politik, po është zgjedhje për gjithë ne, ku ne do të tregojmë në cilën anë do të pozicionohemi, në anën e të mirëve apo në anën e të këqive. Këtë ja kena bërë fëmijëve. Faleminderit, rroft Partia Demokratike. Faleminderit. Tani dua të bëj dhe një përshëndetje për dikë shumë special që kemi sot këtu me ne. Këngëtarin e dashur për gjithë shqiptarët, Stresi! Shumë faleminderit Stres që nuk mungon asnjëherë në takimet tona. Tani dua t'ju jap fjalën një mësueseje, zonjës Fatbardha Myftari. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhe uragani fitores, lideri historik i Partisë Demokratike, profesor doktor Sali Berisha. Të nderuar kandidat për deputet, të dashur vëllezër e motra Dibran, bie e bija, nëna e baballar.
Unë jam Fatbardha Myftari. Jam me profesion mësuese, një profesion kaq i bukur, me shumë dignitet, por ja që digniteti mungon për mësusin. Unë dua të shpreh përpara jush dhimbjen e madhe që çdo ditë largohen të rinj dhe boshatisen shkollat dhe klasat. Çdo vit nga 2-3 klasa apo 4 janë më pak. E dhimbshme, si mësuese, si nën. Shkolla bosh dhe shtëpia bosh është tepër e dhimbshme. Dashur vëllezër e motra Dibran, profesioni i mësuesit është shumë i lartë. Është shërbëtor i dijes për brezat që do vinë dhe do të udhëheqin këtë tokë të bekuar. Ndaj, unë ju bëj thirrje që të sjellim filizat e njoma, bijtë e bijat tanë në tokën e tyre, në sofrat e tyre, në bangat e tyre të shkollës, të votojmë numri 1, të votojmë kandidatët tanë që janë si nata me ditën me kandidatët e pjesës tjetër. Ju falenderoj dhe përpara se ta mbyll, kam një thënie për ju, profesor doktor Sali Berisha. Njeriu i zgjuar nxjerr dritë nga errësira, nxjerr buzëqeshje nga loti dhe mirësi nga shpirti. Të falenderoj nga zemra dhe uroj fitore më 11 maj për njishat, për të gjithë Shqipërinë madhështore, Dibrën madhështore. Zoti e bekov Dibrën, Shqipërinë dhe të gjithë shqiptarët anë mban botës. Fitore, fitore, fitore! Shumë faleminderit zonja Fatbardha. Tani kam kënaqësinë t'i jap fjalën kryetarit të Partisë Frymare Demokratike, zoti Sali Shehu. Mirëmbrëma. Frymarrja në vendin e lindjes ka shenjtrinë e saj. Dashurniq, zonja e zotrinj, vëllezër e motra, Dibran kudo që ndodheni, mas një dimri vjen pranvera, mas një errësire vjen drita, mas një... Edhe ata që sollën errësirën, ikën, ju që do kërkoni dritën janë këtu. Unë falenderoj shumë. Sonte, së bashku, unë me ju, do të falenderojmë për zemërsisht njeriun që doli me këmbgulje, doli nga një thellësi e pafundme, ku e hodhen kanalet e korrupturat diplomatike. Qeveria e Edi Ramës, të gjithë njerëzit më të poshtër të historisë Shqipërisë, doli me këmbgulje, sepse kishtë drejtën me vete, kishtë Zotin me vete, na ka dhe ne me vete, ne zbashku, në qeverisjen tonë, bëm rrugën e Arbrit, 20 kilometra, ne asfaltuam rrugën Kukës për Shkopi, 70 kilometra, ne asfaltuam rrugët e fshatrave, ujësjelcat, ama ne dorëzuam Shqipërinë me bujqësi, me arsim, me shëndetësi, me rinin në vend. Sot s'kemi asgjë, së bashku duhet të luftojmë, ta rikthejmë situatën. Vendi ka nevojë për ne, për secili prej nesh, për plesht, për gratë, për burrat, për nënat, për motrat, për fëmijët. Duhet punojmë së bashku, duhet shkojmë derë më derë. Edhe tani, 2 fjalë për atë qyrikun që ka lindur. 2 fjalë për atë qyrikun. Zotrote, ke qënë qyrikën fëmini
qyrik në rini, qyrik në pleshni. Po dëgjo këtu marë pizaveng. Dibra e Gjergj Kastriotit, Dibra e Gjergj Kastriotit, Dibra e Lezi Sufit e Suf Gjelilit, Dibra e Vebi Dibrës, e Nikol Kaçorrit, Dibra e burrëve të çmuar, Dibra e mendjes, e pushkës, e penës, e punës, e besnikris, do t'ja përgjigjen që i dhanë palacit tonë me në krye Lezi Sufit, ushtarëve të Pashiqit. Ti, miku i nipit Pashiqit, do marrësh përgjigje që mërën ushtarët e ti, që larë shapkat në përdibër. Burrat e Dibrës, si që tha doktor Berisha me të drejt, janë si malet, sepse i kanë varret sot, nga Taraboshi, deri Pogrades, në gjithë Shqipërinë luftuan këto burra. Nuk keti ti e ngatrove Dibrën me gomët e makinës ati këngëtarit. Rajkut, po. Me gomët e makinës së Rigelës Rajkut. Jo, as me mikrofonin Altin Sulkut. Jo, mërë zotri. As me ato sejmen që të vinë për pushtet rotull. Harroje këtë gjo. Harroje Dibrën, edhe përgjigjën dhe amash me 11. Zoti u bekoft ju, gjithë Dibra, gjithë shqiptar. Zoti qoftë me ne, faleminderit shumë. Tani është momenti që t'jap fjalën drejtuesit politik të qarkut Dibër, zotit Xhelal Mziu. Mirëmbrëma të dashur bashkëtar, i nderuar profesor doktor Sali Berisha, e gjithë Dibra sot është shembur dhe ka ardhur në sheshin e Lezi Sufi, ndërsa qyrikët kanë hikur nga ky qytet bashkë me qyrikun e tyre. Demokrat dhe socialist janë në bulevardin e Lezi Sufi. Qyriku dhe qyriku e kanë kaluar Lumindrin, kanë hikur jashtë Dibrës, i ka kap frika, i ka kap paniku, ato janë humbës, ato do të humbin, ato do t'japin llogari për krimin dhe korrupsionin që kanë bërë në këto 12 vite. Kryeministri Qyrik në 12 vite e ka kthyer Dibrën në zonën më të varfër. Krye Qyriku, kryeministër Hajdut, si askush tjetër, i ka mbyll shkollat e Dibrës. Kryeministri Qyrik, si askush tjetër, e ka mbyllur Universitetin Shtetëror të Dibrës. Kryeministri hakmars, politik, por dhe krajnor, për qakun Dibër, por dhe për qarqet e Shqipërisë së Veriut, e ka diskriminuar këtë zonë, sepse gjysma e komunave, 90% e fshatrave në këtë zonë nuk kanë asnjë metër asfalt. Çdo asfalt që është në këtë qytet, në këtë qark, kanë vetëm emrin e Sali Berishës, kanë vetëm investimet e Partisë Demokratike, ndërsa ky kryeministër hakmars ndaj demokratëve, hakmars krajnor ndaj qakut Dibrës dhe qarqeve të Veriut, i ka dhënë vetëm 6% buxhetit shtetit në këto 12 vite, duke diskriminuar. Është e patolerueshme, ndaj dhe sot demokrat dhe socialist e kanë mbushur këtë shesh për të shembur këtë qeveri krimi dhe korrupsioni. Ky kryeministër hakmar si askush tjetër e ka mbytur shëndetësinë, shëndetësi falas, por nuk ka asnjë qindark falas që jepen nga buxheti i shtetit, por kemi 450 milion euro të 4 koncesioneve korruptive
që i ka përfituar kryeministri Qyryk dhe qyrykët e tij, po qytetarët nuk e kanë përfituar. Sot kudo që shkosh, ke qendra shëndetësore të mbyllura, ke një spital që duhet paguash dhe nuk shërohesh dot. Ky kryeministër e ka shbërë Dibrën, e ka shkatruar bujqësinë. Sot bujqit e Dibrës, fermerët e Dibrës kanë falimentuar. Kanë falimentuar sepse asnjë qindarë buxhetit shtetit nuk ka shkuar te fermerët, nuk ka shkuar te bujqit. Sot qytetarët e Dibrës konsumojnë produkte të servisë të vllait madh të kryeministrit, sepse paratë e bujqësisë, paratë e shëndetësisë, paratë e investimeve i ka përfituar krye Qyryku me qyrykët e tij në këto 12 vite. Ky kryeministër që ka kthyer Shqipërinë në një republik pensionistësh, 790.000 pensionistë që delgjen me një pension minimal. 60% e këtyre pensionistëve marrin një pension të pjesëshëm. Pensioni që ato marrin është më pak se sa 12 vite më parë, sepse janë divishuar çmimet, sepse janë trevishuar çmimet, po pensioni ka ngelur pa ai. Ky kryeministër hakmars ndaj qytetarëve të saj e ka shpopulluar qytetin e Peshkopisë, e ka shpopulluar Çakun e Dibrës, e ka shpopulluar Shqipërinë, por dallga e shpopullimit do t'i rikthehet në bumerang me datë 11 maj, duke votuar kundër këtë qeveri krimi dhe korrupsioni. Qytetarët Çaku Dibrës kanë votuar në vendet e tyre ku ato janë, kanë votuar Nishin, kanë votuar Shpresën, kanë votuar Sali Berishën, kanë votuar të armën e tyre, kanë votuar familjen, kanë votuar të armën e Dibrës, kanë votuar për historinë e famshme që ka Dibra. Por demokrat dhe socialist si asnjëherë tjetër janë bashkuar. Janë bashkuar për ta shembur këtë qeveri krimi dhe korrupsioni që ka shpopulluar si askush tjetër këtë vend. Kjo qeveri kriminale e ka lënë deregjem, sepse papunësia i ka detyruar që dhe dikush që merr një ndihmë ekonomike 15.000 lekë vjetra apo qoftë 30.000 lekë vjetra është e pamjaftueshme, dhe ndërkohë qeveria krimit dhe korrupsionit me miliona euro i ka përfituar. Me miliona euro i ka përfituar dhe tek ky bulevard. Në 4 vite 2 milion euro para 5 vitesh, 4 milion euro tani. Dhe këto para shkojnë në xhepin e kryeministrit dhe të qyrikëve të tij. Partia Demokratike ka një platformë qartë, ka një platformë që konsiderohet një plan Marshall për ta shpëtuar Dibrën, për ta shpëtuar Shqipërinë. Edhe këtë mund ta bëjë vetëm platforma e Partisë Demokratike. Këtë mund ta bëjë vetëm Sali Berisha. Ai e ka bërë ku ka qenë kryeministër. Ai e ka integruar Shqipërinë në NATO. Ai ka bërë liberalizimin e vizave. Ai do ta kthejë Shqipërinë në standardet e Bashkimit Evropian. Kudo që shkojmë, kudo që kam shkuar në çdo njësi vendore të këtij qarku, jo vetëm demokratët, por dhe socialistët na janë bashkangjitur, sepse dhe ato kanë nevojë për të patur minimumin jetik të tyre 200 euro, sepse dhe ato kanë nevojë për të patur difishimin apo trefishimin e pensioneve, sepse dhe ato kanë nevojë për të patur biznese pa taksa dhe tatime, sepse dhe ato kanë nevojë për të patur paga më të larta, sepse dhe ato kanë nevojë për ta përgjithësuar energjinë elektrike, sepse ato kanë nevojë për ta përgjithësuar çmimin e naftës. Ndaj sot kanë ardhur demokratë dhe socialistë për ta votuar kundër këtë qeveri krimi dhe korrupsioni. Në këto 4 disa na kanë ngelur të gjithë demokratët, por dhe socialistët do të shkojnë dhe trokasin kudo. Tek demokratë dhe socialistë
por jo tek qyrikët. Ne nuk kemi nevojë për votat e qyrikëve. Ne nuk kemi nevojë për votat e hajdutëve. Ne nuk kemi nevojë për votat e atyre që kanë lyer duhet e tyre me gjak. Por ne kemi nevojë për votat e dibranëve të ndershëm. Ndaj të gjithë së bashku, ne me datë 11 duhet votojmë edhe numrin 1. Si dita e shpresës, si dita e Shqipërisë së ardhshme. Përfaqësuesit e Partisë Demokratike janë persona me një background shkëlqyer, background publik, background politik dhe social, dhe që ka prishur mendjen të demokratëve dhe socialistëve për të votuar. Por qyrikët kanë drejtues qaku një person i cili ka një dosje të hapur, dosjen e vjedhjes votave në Durrës në vitin 2017. Ka një kryeministër që ka një dosje të hapur në Dibër, dosjen 184. Ka një kryeministër hajdut si askush tjetër. Ndaj demokratë dhe socialist do të votojnë 4 dibran dhe matjan që do të marrin pjesë në parlamentin e votimeve të datës 11 maj, por socialistët do të kenë vetëm një qyrik, dhe ky qyrik do të jetë klosi një personifikim i krimit dhe i korrupsionit. Edhe njëherë, çdo demokrat dhe çdo socialist do të votojë numrimisht, do të votojë Sali Berishën si e armja e vendit dhe e kombit. Faleminderit, fitore, fitore, fitore. Tani, është momenti që unë të prezantoj kandidatët e qarku Dibër dhe pastaj kam një kërkesë për ju. Xhelal Mziu, Denisa Vata, Alketa Agolli, Basir Çollaku, Gjemal Gjungshi, Përparim Spahiu, Ismail Uka. Tani, do t'ju lutesha të gjithëve, që të ndiznit dritat e telefonit. Ju lutem, ndiznit të gjithë blicat e telefonve. Të gjithë duart lartë. Faleminderit. Tani zonja dhe zotrinj, është momenti t'i jap fjalën kryetarit Partisë Demokratike, profesor doktor Sali Berisha. I famshëm në gjithë botën për Shqiponjën që bëjnë stadium. Mamandja ylli i Dibrës, ylli i Shqipërisë, ylli i shqiptarëve. Ka ardhë me xhaxhajnë e vetë. Petritin xhaxhaj këti? Po? Petrit do. Mirëmbrëma dhe përshëndetjet në të përzemërta. Dibranëve dhe dibranëve fisnik. Mirënjohje në të pakufishme për këtë pritjet jashtëzakonshme, për këtë entuziazëm, për këtë dritë të fitores historike të opozitës shqiptare në 11 maj të 2025-ës. Mirënjohje të pakufishme për mbështetjen e çmuar, për qëndrimin tuaj, të paardhësve tuaj
në anën e drejtë të historisë, në anën e Shqipërisë, në anën e kombit. I dashur Zoti Xhelal Mziu, kryetar, udhëheqës politik i Partisë Demokratike dhe Aleancë për Shqipërinë Madhështore për qarkun e Dibrës. Të dashur kryetar të Partisë Demokratike të rrethit Dibrës, Bulqizës dhe Matit. Të dashur kandidate dhe kandidat për deputet në Kuvendin e Shqipërisë, përfaqësues dinjitoz të qytetarëve të qarkut Dibrës dhe të mbarë shqiptarëve. Të dashur miq, u mblodhëm sonte në këtë miting, mitingu i fitores, mitingu me të cilin ju përcjellni nga ky bulevard historik që man emrin e një burri të shquar të kombit e Lezi Sufit, mesazhin e dashurisë për Shqipërinë dhe kombin, për Dibrën, Bulqizën dhe Matin, mesazhin e ndarjes me 11 maj nga një keqe e madhe që kaploj Dibrën, Matin, mbarë Shqipërinë këto 12 vite. Mesazhin e ndarjes me 11 maj nga pashiqi shqiptar, shqipfolës, i cili u bëri shqiptarve të këqijat më të mëdha që ata kanë njohur në historinë e tyre. Çdo dibrane dhe çdo dibran, çdo shqiptare dhe çdo shqiptar, me 11 maj takohet me historinë. Me 11 maj merr vendimin e tij solemn për të ndarë Shqipërinë nga diktatura e krimit, drogës dhe vjerimit shqiptarve, për të ndra kombin, për të ndalë kombin nga një rrokullisje që se ka njohur në shekuj e shekuj me radhë. Të dashur miq, fatbardha, mësuesje e nderuar, udhëtuese Edi Rama e la shkollën e la në Dibër, shkollën pa fëmijë, shtëpinë bosh. Do të shtoja me dhimbje shumë të madhe, shkollën pa fëmijë, shtëpinë bosh dhe djepin bosh. Kur ndonjëherë si kombë, kur as një luftë, as një fatkeqësi nuk na ka boshatisur ne në këtë mënyrë. Po vi nga mati, një matjane e zonja, e aftë, e shkolluar mirë, por që ka ardhë të punoj për Matin dhe Shqipërinë. Njoftoj se Mati vitin që kaloi kishte 13 lindje. Erseka në një vit pati vetëm një lindje. Kur ndonjëherë ne nuk kemi zbrazur, nuk kemi boshatisur në këtë mënyrë. Çfarë ndodhi me ne? 12 vite miqtë e mi. Lëvizjen e lirë. Lëvizjen e lirë. Këtë të drejt
madhore të çdo qytetari. Edi Rama e përdori për të përzënë shqiptarët nga Shqipëria. Edi Rama me regjimin e tij përdori kundër shqiptarëve armë më të egra të regjimeve më të shtjerëzore, përdori varfrin, njerimin, pamundësin, skamjen, për të boshatis Dibrën, Matin dhe Shqipërinë. Edi Rama, për 12 vite, qeveris për 12 vite, kur erdhin pushtet, Dibra dhe Dibrant, Shqipëria dhe shqiptarët, shtoheshin çdo vit në Dibër dhe në Shqipëri. Rrogat e tyre, pensionet e tyre, rriteshin çdo vit. Bizneset e tyre, fermat e tyre, zgjeroheshin vit pas viti. Shqiptarëve, së bashku me dashurin për Shqipërinë dhe Dibran dhe për Dibrën, u ecë shpresa për një ditë gjithnjë më të mirë, kurse Edi Rama u vrau shpresën shqiptarëve, solli në krye të vendit një grusht hajdutësh që kohrat nuk i ka njohur kur në histori. Miq, çdo vit dhe më shumë i zhyti shqiptarët në varfëri gjithnjë më të madhe. Pensionet e tyre u ngrin, rrogat e tyre u ngrin, çmimet u rriten me 200%. Sofrat u përgjysmur, të rit dhe kush mundi mori rrugë të dheut për të mbijetuar. Ëndrën Dibrane, ëndrën shqiptare e morën me vete për ta ngritur në vende të tjera. Fermerët e Dibrës falimentoj njeri pas tjetri, sepse ju hoqi subvencionet, hapi doganat, prodhimet e subvencionuarat fermerëve të Ballkanit dhe veçanërisht të Serbisë vërshojnë sot dhe në tregjet e Dibrës dhe të Shqipërisë 80% e frutave, zarzavateve vijnë nga jashtë, ndërkohë tokat mbeten djerë ose prodhimet kalben në Shqipëri. Edi Rama ka 12 vite që mashtron dhe vetëm mashtron shqiptarët. U premtoj atyre shtetësin falas. Sot, kombyn shqiptarët në Shqipëri paguajnë në një vit 820 milion euro për kujdes të tyre shtetësor nga xhepi. Sot, me qindra mira shqiptarë vdesin se nuk marrin dot ilaçet që u duhen për smundjet e tyre. U premtoi shqiptarëve ujë 24 orë. Sot mungesa e ujit është më e madhe se kurrë në fshatrat dhe qytetet e vendit. U premtoi arsim modern,
sot shkollat janë të zbrasura dhe në rënim sa asnjëherë tjetër. U premtoj 300.000 vende pune. Për zuri, vetëm Bashkimin Evropian 1.099.000 shqiptarë. Jo vetëm kaq, por krijoj një racë qeveritarësh që qëndrojnë vite drite larg hallave të qytetarëve, që s'duan t'ja dinë se qytetarët ekzistojnë, se s'duan t'ja dinë se të smurët vdesin në spitale pa ilaçe, se nuk duan t'ja dinë se sot shtetësia ka zbritur në vitet 1960, se s'duan t'ja dinë se pensionistët nuk blen dot ilaçet, se pensionistët nuk marrin dot ushqimet, dhe nuk duan t'ja dinë se trit nuk kanë punë, nuk gjejnë punë dhe duhet të largohen nga Shqipëria. Të largohen është motoja e tyre. Miq, para një jave isha në Qafmalit, në midis Pukse dhe Kuksit. Aty gjeta një investim privat të një biznismenit suksesshëm mahnitës, por gjeta punëtor nga Bangladeshi. Para 5 ditë që isha në Borsh, gjeta punëtor nga Myanmari. Të rritë tanë, ikin dhe vetëm ikin, sepse ky ju rren shqiptar, ky është një pashish shqiptar. Ndaj dhe bëj thirrje çdo dibrani dhe dibranje që ndjen veten dibranë dhe dibran, që ndjen veten shqiptare dhe shqiptar. Me 11 maj të ndërshkoj pashiqin e shqiptarve. Shqipëria nuk ka parti, Shqipëria është dheu i shqiptarve. Kombi nuk ka parti, kombi është jeta, ekzistenca e shqiptarve. Ndaj dhe me 11 maj, çdo shqiptar duhet votoj për Shqipërinë, duhet votoj për kombin, ekzistenca e jetës. Pas 12 vitesh, Edi Rama në një akt të turpshëm kalon nga një shesh të një tjetër me nënpunësit e tij, që i merr me autobusa dhe i shëtit me detyrim, me teza bajate, me një humor banal, me qëllim të vetëm të mos përballet me ju, me qëllim të vetëm të fsheh vjedhjet që ka bërë. Ju them unë ju, o miq, Në vitin 91, në parlamentin shqiptar, një deputet i Dibrës i Partisë Punës u ngrit dhe tha: ku ta dinim ne, ku ta dija unë, se kishte 3 dynym qylyma Enver Hoxha në shtëpinë e tij. O miq, Edi Rama e ka shtëpinë 2 herë më të madhe se Enver Hoxha. Edi Rama e ka të regjistruar në emër të tij
Enver Hoxha nuk e kishte në emër të tij, as të fëmijëve të tij. Enver Hoxha kishte një obor 2000 metra. Edi Rama ka një obor 8300 metra. Miq, nuk duhet ketë parti dhe asgjë në botë që ta ve perde para syve për të pa, për të ndëshku me votën tonë, këte armik të qenjës sonë. Ku janë? Edi Rama, ku janë 130 milion euro të djegësit? Cilit do kryeministra apo shtetar që unë ja shpjegoja në Valencia ngjarjen i Binte Ballit, më duhet ja thoja 3 herë, sepse te i kalon të çdo imagjinat. Ja, ky është Edi Rama që vjen dhe tani për të mbuluar vjedhjet e tij, vjedhjet e ministrave të tij, e lubisti e cila për të la me ndere në makinë saj shpenzon 10.000 euro në muj. S'kisha dëgjuar kur njëtën time, absolutisht ta më thonë. Këta njerëz që urrejnë ju o miq, ndaj dhe ti ndëshkojmë në 11 maj me votën tonë. E vërteta është, dhe kjo është gjysmë e vërtetës, se vërteta e madhe është se me 11 maj, me votën tuaj, Dibran edhe Dibran, ju hapni një epokë të re për Shqipërinë dhe shqiptarët. Ju 12 vite e pat që Edi Rama, i cili premtoi shtetësinë falas, krijoi shtetësinë me rishfetin më të lartë në botë. Premtoi 300.000 vende pune për zurin mbi 1 milion shqiptar. Premtoi ushqime me bollek dhe çmim të ulët. Ushqimet shqipërian mbi mesatarën e çmimeve në Bashkimin Evropian. Premtoi shkolla moderne, zbrazi shkollat nga interneti dhe kompjutert. Pra miq, na duhen 100 ditë. Dhe unë sonte këtu para çdo Dibrani dhe Dibranje, pavarësisht nga bindjet politike, i bëj thirrje mençurisë të çdo Dibranje dhe Dibran, na jepni 100 ditë për ta transformuar Dibrën dhe Shqipërinë. Dhe unë u jap fjalën. Jam këtu për t'u dhënë fjalën time të nderit, se pas 100 ditësh Dibra dhe Shqipëria s'do t'jenë kur më kjo që janë sot. Për 100 ditë ne do të përzëm nga çdo qoshe, nga çdo skaj i këtij vendi varfrinë ekstreme. Ne do vendosim minimumin jetik 200 euro për çdo shqiptar. Ne do vendosim pensionin minimal jetik 200 euro për çdo pensionist. Ne do vendosim rrogën minimale 500 euro për çdo rrogult. Jo vetëm kaq. Do vendosim kartë e konsumatorit, ku çdo rrogull dhe çdo pensionist, çdo qytetar me minimum jetik, do marrë të gjitha ushqimet bazë 20% më lirë, se të tjerë sepse do u kthehet TVSH-ja. Do vendosim në Shqipëri listën e banave të Republikës Italiane
për të rimbursuar 100%. Çdo ilaç që Italia rimburson për qytetarët e saj. Në 100 ditë, ju s'do bleni kur naftën më shtrejt se Macedonia apo Kosova. Në 100 ditë, energjia do ullet në 7 lek, tarifat e ujit do të përgjysmohen. Në 100 ditë, çdo biznes i vogël do paguaj energjin jo 18, por 6 lek. Çdo biznes i vogël do paguaj hapësirën publike jo 1500, por 120 lek. Çdo biznes i vogël do ketë për tavan, për të vëshëllët atin fitim, jo 120.000 euro, por 180.000 euro. Çdo biznes i madh, të atin fitimi 23% do la ketë 10%. Çdo qytetar me rrogë bi minimalen, tatimin miftarat personale do e ketë jo 23, por 10%. Çdo rrogë do rritet 13% brenda 100 ditëve të para. Fermerë të Dibrës, me 11 maj, kërkojmë nga ju 100 ditë, në mënyrë që ju të merë një ato subvencione që merë fermerin Macedoni, të merë një ato subvencione që merë fermerin Kosovë. Miq, një fermer në Kosovë merë 500 euro për mbjelljet e 1 hektar grur, merë 100 euro për plehun kimik që përdor për grurin, merë 53 euro për naftën që paguën. Për çdo kilogram grur, për prodhim 35 kuintal merë 1035 euro. Pra, fermerin Kosovë ja paguën qeveria 70% të kostos prodhimit, kurse këtu as 10% nuk ju paguhet. Do hiqet çdo lloj kriteri absurd që përjashton nga subvencioni të gjithë Shqipërinë, veri lindore dhe jug lindore, sepse duhet kenë 1 hektar, sepse duhet kenë 10 koklop, për çdo koklop, për çdo dynym, për çdo fidan të mbjell, do keni subvencione, për çdo njësi prodhimi do keni subvencione. Miq, ftoj bizneset e Dibrës të japi 100 ditë, ta provojnë se si pas 100 ditësh taksat për ndërtimin do ullet 10 herë. Nuk do ketë taks për çmimin e shitjes, por do jetë nga 10% e çmimit shitjes do zbres në 2% të preventivit. Taksa sociale do hiqet. Garantoj Dibranët dhe Dibrant se çdo gjob e vendosur nga keshi, çdo gjob e vendosur nga policia, çdo gjob e vendosur nga IKMT-ja, hidhet në kosh të plehrave. Të gjitha falen. Garantoj fermerët e Dibrës se s'do paguajnë kur
si që paguajnë sot për ndërtimin e shtëpive të tyre. Kur? Se procedura do t'jetë me thjeshta, se s'do kërkohet leje mjedisi dhe asgjë tjetër përveç preventivi që ta bëjnë vetë ku të duan dhe ta kontrollojnë tek një supervizor. Legalizimet janë fjala jonë, çdo dokument. Legalizimi do të konsiderohet tapi. Pronarve do të kthehen, kompensohen pronat. Kjo është zotimi im solem. Minatorëve ju premtova në Bulqiz. Brenda 100 ditëve statusi minatorit, një detyrim, një borxh i madh i shqiptarëve, i këtij brezi, po dhe brezave që shkuan të shqiptarëve ndaj tyre. Miq, të gjitha janë në dorën tonë. Në këtë stad, në këtë moshë, unë nuk kam ambicje pushteti, gabojnë shumë ata që mund të mendojnë këte. Jo, i kam bërë detyrat e mia unë. Nuk kam ambicje kur për para, e kam dha mendjen, 32 vite më parë, u isha mjek kardiolog, po të doja para ndiqja rrugën e një mjeku privat dhe do isha krejt tjetër sot. Por, përsëri, vi me këtë thirrje, sepse është një mision, që një moment kur në mënyrën më të pandershme u përpoqen që opozitën t'ja jepin Edi Rams, u përpoqen që Shqipërinë ta linin pa opozit. Natyrisht, ajo ishte rënimi idealit tim dhe idealit të shqiptarëve që duan lirinë. Dështuan, edhe është një nga kapitujt më të ndritur të përpjekjes shqiptarëve për liri, sepse ajo ishte një akt makabër, një akt shumë i rëndë ndaj një kombi. Ai mision u përmbush, por misioni tjetër ka 2 qëllime. Spari t'ja u kthej parat shqiptarëve, parat që u plaçkiskin, që u grabisin qeveritarët, duhet t'ja u kthej qytetarëve shqiptarë në rroga, pensione, kujdes shëndetësor, shkolla, punësim. Dhe unë ju garantoj ju se 100 ditë e para çdo shqiptar do ta ndjej këtë. E dyta, nuk ka vetë bekuar si Dibra dhe Shqipëria, një mundësi të re për çdo Dibrane dhe Dibran, për çdo shqiptar dhe shqiptar. Kjo është pse unë sot nërmarr këte fushat. Por në rast se unë gjej forcë dhe energji të pashtershme në këtë mision, ju të tjerë, se cili për jush ka forcë dhe energji shumë herë më të madhe se unë. Ndaj dhe me 11 maj, kjo forcë, kjo energji të shndrohet në forcën dhe energjinë e shpëtimit të Shqipërisë, shpëtimit Dibrës. Do ta mbyll. Edi Rama erdhi këtu 2 herë. Mirë po, si erdhi miq? E kuptova se e njifte Dibrën një lloj sa Toni Gogu Hajdin Pashën. Po miq, tani do t'ja them unë 2 fjalë këtu. E kam treguar edhe një herë këtu Dibër, po prapë po e tregoj përsëri.
Kam patur një mik shumë të shqyur, një nga njerëzit më të mençur që kam takuar në jetën time, ish ministër i 7 qeverive britanike dhe që kishte kaluar kohën e luftës në Shqipëri. Ky njeri ishte njeriu, ishte personi që kishte krijuar njësinë e parë të qendresës kundër pushtimit nazifashist, kishte bashkuar Abbas Kupin, Said Kryesiun dhe Lazar Fundon me vendimin dhe betimin që të nisin luftën. Ky ishte Julian Emery, ishte biri një aristokrati dhe shtetari të shquar britanik, ishte dhënri i kryeministrit britanik, dhe po bisedoja një ditë me te, po pinim kafe, po i flisja për traditën tonë, më kthehetëm, ai vetë kishte mbaruar njërin prej kolegjeve më të njohura të Cambridge-it. Më thot Sali, thot, universiteti më i madh i jetës sime ka qenë Oda e Dibrës. Po. Ndaj dhe ja u thash atë që Edi Rama e një Dibrën si Toni Gogu Hajdin Pashën, i cili dhe vjen këtu një herë me ato terma banale, bajate, herën tjetër sjell Lamborghinin e Noizit. Nuk din Dibrën ai. Por një moment, ai nuk e din që burrat e shquar Dibrës kanë pas atlar dhe kuaj që kushtonin sa një Lamborghini. Po, nuk i din. Ai një vetëm xhepin e tij. Do t'ja them këtu, ai akt ishte një akt cinik. Pse? Pse akt cinik? Sepse Lamborghini është e një këngëtari, Zotit e takzoi. Po ajo tregon krenarin tënde me luksin. Tregon se ti ke një psikologji. Dhe ju themun ju o miq, ai që ka krenari me luksin, dijeni nga unë, ai u rren të varfrit, ai u rren qytetar. Absolutisht. Ndaj dhe tregoj vetën e vetë, po dhe Dibra do të tregoj madhështinë e saj me 11 maj. Do votoj Aleancën për Shqipërinë madhështore, kandidatët e saj, Rov Dibra, Rov Shqipëria, fitore, fitore, fitore.
Ostali di fondo! Ostali di fondo!